E mbaj mend, nuk guxonim të dilnim jashtë, kur nata binte. Me thoshte gjithmonë gjyshi Osman. E falenderoj shumë fitimin nga Maqedonia për këtë histori që na ka dërguar. Një histori shumë interesante. Le ta ndëgjojmë së bashku. Përshëndetje TV Plaku. Këtë histori e ka marrë nga një plak afër shtëpisë sonë. Ai ishte në moshë dhe sa herë rrinë me të, na tregonte për ngjarjen që i kishte ndodhur familjes së tij në një fshat në Maqedoni. Nuk e dim vitin e saktë kur ka ndodhur, por unë e kam dëgjuar 2-3 herë nga goja e tij. Hera e fundit që na tregoi ishte në vitin 2000. Ai atëherë thoshte se kjo kishte ndodhur para 100 viteve dhe se atij ja kishte treguar gjyshi Osman, i cili kishte qenë prezent dhe e kishte dëgjuar po ashtu nga gjyshi i tij që e kishte përjetuar vetë. Ne jemi rritur me këto tregime, na dukshin interesante dhe i merrnim si përrallat e frikshme. Plaku, komshiu im, gjithmonë e tregonte sikur edhe ai të kishte qenë aty dhe besonte fort në fjalët e veta teksa na tregonte ne. Në fund na thoshte se është e vërtetë dhe ka ndodhur, nuk është përrallë. E kështu e përgatiste një dohan dhe ja fillonte të na tregonte. Fëmijë, dëgjoni mirë tash. Po ju tregoj një tregim, por mos u tremni. Duhet ju tregoj një histori që ka të bëjë me praarsit e mi, me gjyshin tim dhe stërgjysherit e mi. Gjyshin tim Osmanin e kishin rritur gjysherit e tij, Idrizi dhe Fatimia. Pasi babai dhe nëna i kishin vdekur të rinj nga një sëmundje. Ai kishte mbetur jetim që në moshën 3 vjeçare. Dhe në katundin ku ata jetonin kishte vetëm 10 shtëpi. Por shtëpia ku jetonte gjyshi ishte e ndarë nga të tjerat, në një anë të malit. Osmani gjithmonë thoshte se sa po binte terri, askush nuk dilte jashtë nga shtëpia atyre, sepse nuk guxonin nga gjyshi Idris. Kjo ishte një histori që edhe kur ma tregonte gjyshi im Osman, nuk e besoja, por kur ja shikoja fytyrën dhe mënyrën si e tregonte, e shihja se me të vërtet diçka kishte ndodhur në atë kohë. Diçka që është e vështirë të shpjegohet dhe edhe më e vështirë të besohet. Unë e besova sepse kur ai fliste dhe ma tregonte për atë natë që kishte mësuar për atë ngjarje në moshën 16 vjeçare, dukej se mbante mend çdo detaj. Ata jetonin në një shtëpi të vogël, jetonin në varfëri, por Osmani gjithmonë thoshte se gjyshi Idris dhe gjyshja Fatime e kishin rritur me shumë dashuri. Ai thoshte se mbante mend shumë momente të bukura që kishte kaluar me ta kur ishte fëmijë. Ditën punonin për një kafshat bukë me gjyshin, kurse gjyshja i priste dhe ju përgatiste bukën kur ktheheshin. Gjyshi i tij ishte njeri që Zoti i kishte dhënë fuqi dhe shëndet. Por tek gjyshi Idris kishte një rregull të çuditshëm që duhej zbatuar çdo herë me çdo kusht. Edhe pse nuk e ngrinte zërin dhe nuk ja prishte nipit kurr, sa po bëhej fjalë për atë gjë, ai ja bënte të qartë. Rregulli ishte që sa po binte nata, dera duhej mbyllur dhe nuk guxonin të dilnin jashtë. Asaj, as nipi dhe as gjyshja. Askush s'duhej të hapte derën deri në mëngjes, derisa zbarte drita. Edhe nëse mungonte diçka si ujë ose drut,
nuk guxonin të dilnin jashtë. Ishte rregull dhe Idrizi si lejonte ta thyenin në asnjë mënyrë. Edhe pse Osmani nuk dinte se pse gjyshi si linte të dilte jashtë. Por një natë dimri, shumë të ftoftë teksa po binte shi jashtë, qeni që kishin jashtë filloi të lehte fort dhe u nis drejt malit. Osmani e Fatimja e pan nga dritari e qenin se po ikte dhe e donin shumë atë qen. Gjyshja nuk donte t'ja prishte Osmanit që po I lutej të dilte për ta kthyer. Por sa po hapen derën, gjyshin nga oda e ndenjes u ngrit në këmbë dhe me zë plot nervoz u tha: Fatime, ku po nisni në këtë kohë? As mendje mos t'ju shkoj të dilni jashtë. Hiqni ato paltë dhe kthehuni menjëherë në krevat. A morët vesh? Po gjësht, qeni ka ik dhe Bela s'ka shkuar shumë larg. Le të ik. Të dilni jashtë sa të jem unë gjallë në këtë kohë s'keni për të dalë. Kthehuni mbrapa dhe mbyllni atë derë. Qeni do të kërkojmë nesër kur të zbar drita. Hajdesh. Të dyve ju dhim se I qeni, por s'dinin çfarë të bënin. Kështu Osmani mendonte se gjyshin e kishte friksuar dikush me përpara. Apo as vetë nuk dinte çfarë të mendonte. Dhe Osmani e të veti gjyshin po atë natë, sepse gjyshi Idris nuk e le të dalin kur nata bie jashtë. Gjyshi ja dha një përgjigje, aq sa dinte. I tha se qysh I kishin vdekur djali dhe nusja, as ajo s'kishin dalë me jashtë natën, por me shumë nuk dinte as ajo. E kishte pyetur disa herë Idrisin, por kur si kishte treguar. Në mëngjes, sa po u zgjuan, dolën ta kërkonin qenin me gjyshen, dhe e gjetën jo shumë larg. Kur u kthyen, gjyshi I priti pa thënë asnjë fjalë. E kishte parë që të dy ishin nervozuar me ta, dhe gjyshi mendoi se ndoshta kishte ardhur koha që ta merrin vesh të vërtetën, sepse Osmani tashmë ishte rritur dhe vendosi t'i tregonte gjithçka. Dhe në mbrëmje, kur hëngrën darken, I thirrë të dy, nipin edhe gruan e tij, dhe filloi të fliste. Kësaj radhe kishte vendosur që tregonte çdo detaj, dhe ja filloi. Nipi jem, je rrit e je ba një punëtore djali mirë. Unë edhe gjyshja jote japim jetën për ty. E di se ndoshta ju kam lodh me rregullin tem, mos me dal natën. Po ky rregull ka me qenë derisa unë t'jem gjallë, për mua, për ty e për gjyshën tande. E mendoj se ka koha me ditë pse duhet mbajt ky rregull. Mendoj se je rrit tash e duhet me ditë. Diçka me ka ndodhur mua, kot si u mbajtë mbyllur këto natë. Diçka që s'do kisha pas jep me ndodh as ty e as gjyshës tande. Diçka që as sot vetë se kuptoj. Një vit para se me vdek djali jem e nusja, atëherë isha ma I ri. Kisha veç 55 vjeç, e stremsha prej asgjëje. Punoja deri vonë shpesh me zinte të erë besa. Po kur s'me kishte ndodhur gjë që të çuditësha. Deri një natë kur shkova në dasme në një miku tim të vjetër, që ishte larg prej kësaj pjese të Katundit. S'mendoja se mund të ekzistonte diçka që njeriu mund të shohë natën. Gjithmonë mendoja se përveç njerëzve në këtë botë nuk ka gjë tjetër. Por prej asaj nate fillova me besua se edhe diçka tjetër ekziston. Kujtohet mirë ajo natë. Ishte natë verët, ishte korrik. Dita kish qenë nxehtë shumë. U nisa në mëngjes me shkuar në dasëm të mikut tem. E kështu, kur mbaroi darsma në mbrëmje,
u nisa për në shtëpi. Nata ishte shumë e nxehtë, edhe ishte kulmi i verës. Por në gjysmë të rrugës tu u kthy, nisi një erë që po freskonte pak. Mu duk çudi dhe sikur po frynte në drejtimin tem. I ndisha gjethet tu lëviz nga era. Ndjeja diçka ndryshe atë natë. Edhe se s'ishte hera e parë që kthehesha vonë në shtëpi, por qysh isha nisur, e kisha një ndjenjë diçka që nuk shkonte, që s'di ta shpjegoj me fjalë. Kur shkoja përpara, sikur diçka më shtynte mbrapa. Me dukej si dikush po më ndiqte dhe sikur nuk isha vetëm. Sillsha shikosha mbrapa anash, po askush s'ishte. Thash se ndoshta është ndonjë egërsir, ojk apo diçka. E fillova me shpejtua hapat. Me hypin trup pak frikë. E atëherë fillova me ndije disa sorra mbi kokën tem. Edhe ato ishin të zakonshme, po sikur po vinin mas meje atë natë. Sikur po m'lajmëronin se diçka keqe ka me ndodhë. A sikur dikujt po i tregonin se unë jam duke kaluar në atë rrugë. Atëherë frika më shtua edhe më shumë. Ajo zhurmë e sorrave s'me duke hiç e mirë. Kështu dora prej pyllit, përpara ishte një bunar ku njerëzit pinin ujë. Tu i afru bunarit 20 metra larg e pash një njeri. Aty u qetësova pak. Thash me veti, e shiqyr. Dikush posisht këto, sepse s'pas kam dal vetë sonte. Ju afrova e i thash, mirë mbrëma o mik, nga vjen ti? Po ai su përgjigj, as nuk me shikonte, po rrike i ngrirë në vend. Përsëri i fola i thash, po fal o burr, fal, a je mirë, a ke ndonjë hallo, pse nuk flet? Se di pse duhemi i fol 2 herë kur su përgjigj herën e parë. Dhe ai hapi gojen e më tha, as ke frikë me utua në këtë orë vetë. E atëherë i thash, po pi çkahit me pas frikë o burr. Ne kemi kaluar në luftë e s'kemi pas frikë. Kuj me ju friksua? Po ty po t'ves, a jeti mirë? Çka ke kështu, s'po me dukesh krejt në rregull. Por përsëri s'foli, veç shikonte. E atëherë u bëra dhe nervoz. E i thash përsëri, o burr i dheut, a je mirë ti? Çka ke kështu mor burr? Pse s'flet? A ka bava ki diçka? A duhet me t'ni mua diçka? Fal he burr. Por përsëri s'foli. Dhe mendova se ose ky njeri nuk ndihen me vesh mirë, ose po bënte hajgare me mua. Ju afrova me afër tu i than edhe një herë, o burr, apo flet o i ka unë? Atëherë ai foli dhe e qohet në këmbë. Ishte i gjatë ndoshta 3-4 metra, edhe njerë me i gjatë se unë. Sillet ka unë, i ngull syt në fytyrën tem. Syti kishte të kuq si gjaku, dhe me tha me një zë të çuditshëm, hajt tash, shko ka e nisur e mos i trego ku që jemi pa këtu. Mas atij zëri që më tha, skuxova ma me i fol, po u nisa tu vrapu drejt shtëpis. Kur mbërrita në shtëpi, shkova direkte në krevat. Rash me fjet, si tregova kujt për disa ditë, po atë çka kisha pa s'mundsha me harruar. E kështu ja tregova një plaku këtë në fshat, se s'mujta me mbajt më. E ai më tha, mas ti s'duhet me ja tregu ma kujt. E mas 2 muajsh, baba jët ra në krevat e vdiq, edhe nëna jote, me njëherë mas vdekjes së babait tënd. Po Zoti deshti e t'i shpëtove një pjem. Se di, po sikur diçka kishte lidhje me atë se çka kisha pa atë natë.
Qysh I tregova ati plakun në katund, vajsoja veten çdo ditë, sepse atë natë ai më tha që mos I tregoja kujt, kurse unë I tregova. Dhe qysh atëherë kështu kam vendosur, që mos me dalë më natën. Se di çfarë kisha pa atë natë, po diçka normale jo. Edhe sot ai zë I tij me vjen në vesh, e me duket sikur e ndij. Veç sot e di çfarë ka kena njeri, të bunari atë natë. E pra një pijem, sa t'jesh mbi kulmin tem, e sa t'jem unë gjallë, s'ki me dal jashtë natën. Ju falimderit që na ndoqët deri në fund. Dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe kanalin ton. Miru pafshim në tregimin e radhës. TV Plaku.